Në kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë ka hapur dyert për një ekspozitë të rrallë dhe të veçantë kushtuar botimeve religjioze, që prej shekujsh ruhen në fondin e tij muzeal. Në hapësirat e muzeut, vizitorët kanë mundësinë të shohin për herë të parë nga afër një koleksion të çmuar librash, ungjiq dhe shërbesa kishtare, të cilat dikur ishin pjesë e kishave dhe katedraleve më të rëndësishme të vendit. Ekspozita sjell në vëmendje jo vetëm librat shpirtëror dhe kulturor të qytetit, por edhe historinë e njerëzve përparimtar që kontribuan me dhurata të vjera, duke i pasuruar jo vetëm institucionet fetare, por edhe trashëgiminë e gjithë komunitetit. Drejtoresha e Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar, Fioralba Prifti, shpjegon se koleksioni këtij viti përfshin rreth 25 ungjij të ardhur nga kisha të ndryshme të Shqipërisë. Një prej veprave më të vjetra është ungjilli i vitit 1737, i cili dikur ruhej në kishën e Ristozit në Mborje dhe që sot ekspozohet për herë të parë pas shumë shekujsh. Në kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar çdo vit kryen nga një aktivitet dhe aktiviteti i përzgjedhur për si vjet janë botimet religjioze ndë shekuj, koleksioni i Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar. Koleksioni përbëhet nga ungjij, nga libra, shërbesash, të cilat i kemi trashëguar nga kisha të ndryshme, nga i gjithë Shqipëria pothuajse, dhe ne për herë të parë i ekspozojmë pas shumë shekujsh dhe vitesh. Dhe kjo është një risi të cilën ne sjellim çdo vit duke ekspozuar objekte shpeshherë për herë të parë nga pjesë e koleksionit të Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar. Në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar numërohen rreth 25 ungjij. Ekspozita përfshin gjithashtu një ungjill të dhuruar nga filantropi i njohur i Korçës, Anastas Lakçe. Ai jo vetëm që dhuroi libra të shenjtë, por njëkohësisht kontribuoi me ndihma financiare për të varfrit e qytetit, duke lënë pas një trashëgimi të vyer humanizmi dhe besimi. Ndërkohë, vepra më e vjetër është ungjilli nga kisha e Ristozit të Mborjes, që i përket vitit 1737. Ndërkohë risi kemi dhe një ungjill të dhuruar nga Anastas Lakçe, i cili ka qenë një nga filantropët e mëdhenj të qytetit tonë, bashkë me disa akte dhurimi, ku ai bashkë me ungjillin i dhuron kishës së Mitropolisë së Korçës edhe një shumë frangash për të gjithë të varfrit, të cilat do përdoren në mënyra të ndryshme, krahas dhe shumë dhuratave që ai ka bërë qytetit të Korçës që ne i njohim tashmë. Një tjetër risi është dhjata e re e dhuruar nga familja e Ilia Bratkos. Ky libër i shenjtë u ruajt për shumë vite fshehurazi në bodrumin e shtëpisë së tyre, gjatë kohës së diktaturës, për të shmangur ndalimet dhe ndëshkimet e regjimit të atëhershëm. Sot, pas dekadash të tëra, kjo vepër i është dhuruar muzeut me dëshirën më të madhe që ta shohin të gjithë vizitor vendase të huaj, por edhe brezat e rinj, si një dëshmi e fortë e mbijetesës së besimit dhe kulturës. Një risi tjetër është dhe dhjata e re e dhuruar nga familja e Ilia Petrobratkos, një dhjatë të cilën e ka ruajtur për shumë vite në bodrumin e shtëpisë për shkak të diktaturës, dhe tashmë ja dhuron Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar me dëshirën më të madhe për ta parë të gjithë dhe për të njohur të gjithë, jo vetëm vizitorët, por dhe brezat e rinj, dhe për të bërë dhe një shembull për të gjithë qytetarët dhe bashkëqytetarët e Korçës. Ekspozita e Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar nuk është thjesht një ekspozim objektesh, por një udhëtim i gjallë në histori, ku secili libër bërt brenda tij jo vetëm shkrime të shenjta, por edhe histori të tëra njerëzish që sakrifikuan dhe kontribuan për ta ruajtur e përcjell këtë trashëgimi. Ky aktivitet, i cili organizohet çdo vit nga muzeu në kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore, dëshmon se Korça vazhdon të jetë një qendër e rëndësishme e kulturës, e shpirtit qytetar dhe e ruajtjes së kujtesës historike, duke i dhënë publikut mundësinë të zbulojë pasuri që deri dje ishin të fshehura pas dyerve të arkivave.